Çfarë u zbulua në ditarin e saj pas 16 vitesh zbardhet vdekja e britanikes në Kret. Në mars të vitit 2009 u gjet e pajet në det britanikja Jean Hanlon në Heraklion të Kretës. Dhe teksa kanë kaluar 16 vite nga ngjarja e rëndë, duket se më në fund rasti i vdekjes së saj po merr rrugën e drejtësisë. Pas 16 vitesh hetime, Këshilli i Gjykatave Penale të Heraklionit ka vendosur të referojë në gjyq një burr të akuzuar për vrasje me dashje në gjendje të qetë mendore. Sipas vendimit të datës 25 tetor, Këshilli vlerëson se ekzistojnë tregue serioz fajësie ndaj të pandehurit një banor i zonës në Govest në Heraklion, me të cilin gruaja kishte pasur një marrëdhënie të shkurtër. Në arsyetimin e tij, organi gjyqësor thekson se i akuzuari dyshohet se me qëllim vrasje ka shtyr viktimën për tokë, duke i shkaktuar dëmtimin në qafë dhe një dëmtim fatal në tru që çuan në vdekjen e saj. Më pas, sipas dosjes, trupi i saj është hedhur në det. Këshilli i Gjykatave Penale ka refuzuar versionin e aksidentit, duke konkluduar se vdekja e gruas nuk ndodhi në det. Bazuar në provat e mbledhura dhe gjetjet mjeko-ligjore, autoritetet besojnë se trupi i saj është transportuar dhe vendosur në ujë pas vdekjes me qëllim krimin e përshtypjes së mbytyjes aksidentale. Ditari personal prov kyçe në hetim. Një rol të rëndësishëm në çështje ka luajtur edhe ditari personal i Jean Hanlon, i përfshirë në dosjen hetimore. Në shënimet e saj, ajo përshkruan marrëdhënien me të pandehurin, duke përmendur sjellje të cilësuara si kontrolluese dhe abuzive. Shënimi i fundit në ditarin e saj, i bërë ditën e vdekjes, mbante vetëm një fjalë: ndihmë. Djali i saj, Michael Porter, ka folur publikisht për çështjen, duke cilësuar dërgimin në gjyq si zhvillimin më të rëndësishëm në 16 vitet e fundit. Nuk e kemi fituar ende betejën, por kjo është një fitore e madhe, par shpreh ai. Sipas Porter, marrëdhënia e nënës së tij me të akuzuarin kishte qenë e shkurtër dhe ishte ndërprer për shkak të sjelljes së tij. Më pas, siç tha ai, burri kishte filluar ta ndiqte, të shfaqej kudo dhe të kërkonte para. Ai theksoi se leximi i ditarit ishte i dhimbshëm për familjen, por thelbësor për të zbuluar të vërtetën. Ai ishte ajo që na tregoi rrugën, tha ai, duke shtuar se nëna e tij e donte jetën në Kret dhe ishte e lumtur atje. Ndërkohë, i akuzuari do të dalë në gjyq në 26 qershor para gjykatës për zgjedhje të krimeve të rënda të Kretës lindore, duke u përballur me akuzën e vrasjes me dashje në gjendje të qetë mendore. Ndaj tij mbeten në fuqi masat kufizuese, përfshirë ndalimin e daljes nga vendi dhe paraqitjen e rregullt në polici.